Koha e ka treguar se Serbisë mund t'i zësh gjithçka përveç besës. Gjithashtu ky vend përdor çdo gjë që ka në dorë për të arritur në qëllimin e vet, sado e moralshme apo e pamoralshme, qoftë mjeti. Në mbrëmjen e 7 qershorit, Shqipëria do të përballet kundër Serbisë në ndeshjen e cila do të zhvillohet në Air Albania. Interesi është i madh për këtë takim, pasi mbizotron edhe një tension politik dhe në marrëdhënien mes dy vendeve që nuk mund të fshihet, pavarësisht se fokusi kryesor është ndeshja e futbollit dhe ato 90 minuta të cilat janë për të luajtur. Ndërkohë para këtij takimi, serbët kanë filluar me mënyrat e tyre për të nxjerrë pa nga kontrolli shqiptarët, duke nisur që nga stërvitja. Federata Shqiptare e Futbollit njoftoi se stërvitja e kombëtares do të ishte e mundur që të shihej nga gazetarët për vetëm 15 minutat e para, por media serbe, Kurir, e ka gjetur shtegun e saj për të futur në mënyrë të padrejtë dhe për të filmuar diçka më shumë nga stërvitja e Shqipërisë. Madje, ishte vetë media serbe Kurir që në artikullin e saj shkruan dhe me titullin "Ne spionuam Shqipërinë në mes të Tiranës, ja se si do të luajë Shqipëria dhe si po përgatitet Shqipëria përpara ndeshjes me Serbinë". Një artikull që në vetvete nuk ishte diçka më shumë se sa përgëzimet që Silvinjo i bënte shpesh lojtarëve pas një ushtrimi, si për të treguar se është shumë i kënaqur me ta, me impenjimin e tyre para takimit dhe formën që kanë aktualisht, pasi po e kryenin çdo ushtrim sipas pritshmërive të vetranjerit Silvinjo. Vetëm kaq e thonë në artikullin ku Kurir i tregon dhe Serbisë se si do të luante Shqipëria kundër tyre. Megjithatë, ky titull dhe njëkohësisht ky artikull i media serbe mjafton për të treguar edhe një herë tjetër se siguria duhet të jetë në nivelin maksimal për të shmangur në një skenar tjetër të Serbisë, që kërkon akmarrjen për dronin e Beogradit të ngritur në vitin 2014 nga Ballis Morina, një dron i cili mori vëmendjen e të gjithë mediave botërore dhe në fund, lojtarët e Shqipërisë arritën që ta mbronin me ndera të flamur, duke luftuar edhe fizikisht. Nga spionimi të një tjetër variant, me Serbinë, vëmendja duhet të jetë deri në fund, jo vetëm në fushën e blertë, por edhe jashtë saj. Sepse sipas lajmeve që po qarkullojnë në orët e fundit, nga ana e serbëve mund të ketë disa infiltrime edhe në krahun e shqiptarëve për të krijuar ndonjë skenar dhe surprizë të papritur në zemër të Tiranës. Për të evituar këtë gjë, duhet me patjetër një vëmendje madhe edhe nga ana e policisë për të evituar çdo tentativë nga ana e Serbisë. Gjithashtu në një tjetër intervistë bërë nga Koha Shtesë, tregohet se në Tiranë po qarkullojnë disa mjete të cilat janë me targa të Beogradit, duke shtuar më shumë dyshime se çfarë bëjnë ato në Tiranë në një kohë që kemi vetëm një ditë nga ndeshja Shqipëri-Serbi dhe tifozët serb nuk lejojnë që të futen në Air Albania.